Alba është konkurrentja e Ferma VIP, e cila ka qenë gjithashtu pjesë e programit Përputhen, në cilën ka tentuar të gjejë dashurinë, por pa fat. Tani, Alba ka shprehur edhe më përpara se ka qenë e martuar, ka patur një histori 3 vjeçare, të cilën e risolli sërish në vëmendje gjatë qëndrimit të saj në Ferma VIP, dhe u shpreh se ato 3 vite ka bërë eksperiment. Është martuar dhe ka bërë eksperiment. Dhe kur nuk i eci, ishte e gatshme të niste një faqe të re. Erdhi në Tiranë, u bë pjesë e programeve e tjerë. Tani, vajza, t'jo them një gjë, unë jam pak sa kundër këtyre, nuk është jeta eksperiment, martohu për eksperiment. Megjithse varet se çdo njeri mendon gjërat ndryshe. Për shembull, Alba edhe kur u fut tek Ferma VIP, u fut me synimin e qartë, dua, kam ardhur të gjej burr. Kështu ka ardhur. Edhe me veshjen e pyeti Big Mama, mos gaboj, tha, po ti ku po shkon kështu? Të gjej burr, tha. Kështu që e provojte Përputhen, nuk i eci në një program përputhshmërie, po tenton ta gjej dashurinë e saj tek Ferma VIP dhe ne i urojmë asaj që ta gjej. Pse jo, të bëhet qift, por kësaj radhe me ndjenjat sinqerta dhe jo me eksperimente, me vajse, e merr vetëm qaf kollaj.